Ndoshta, kështu sigur mendoj një pjesë analistëve. Po, ka të ngjarë që domethënë kjo luftë domethënë të nxjerrë në pak edhe disa nuanca të reja. Një nga nuancat e reja që nxjerr kjo luftë në le të themi në kuadrin e arsyetimit nga pala ruse është që Rusia ka një traktat, le të themi një marrëveshje me Iranin për bashkëpunim strategjik. Mirë po ky bashkëpunim që biles është ratifikuar dhe nga parlamenti iranian para 3 ditësh, pra kujtuan ditët e fundit për ta ratifikuar. Në fakt ky traktat bashkëpunimi ka vetëm qëllim të mbështetjen diplomatike të reciproke të palëve, nuk ka nënkupton një ndihmë ushtarake të mirëfillt nga njëra palë apo nga ana tjetër. Do të pyesni ju po dronët që për shembull Irani ka dhënë Rusisë që ajo është thjesht apo një tregti lishofare. Domethënë Rusia ka paguar dhe ka marrë ato drona që i ka përdorur në luftë. Në momentin biles që Rusia nuk i jep të rëndësi shumë dronave, se tash Rusia është bërë një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të dronëve. Brenda domethënë është komplet ndryshe, është riorientuar prodhimi domethënë. Në fillim rusët nuk i jepnin si shumë vende të tjera të botës, përfshirë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ata kishin gjithmonë dron, por jo në atë formë dhe në atë mastabe që ka për shembull tashti, për masa që ka tashti. Pra, desha të thoja një diçka tjetër që në takimin që u bë, kuptohet që Putini dënoi sulmin ndaj Iranit, duke deklaruar që ishte një sulm absolutisht i paprovokuar nga pala iraniane. Pra, juridikisht dhe diplomatikisht le themi Rusia, sidomos Ministria e Jashtme ruse, me nota shumë të forta denoncoi dhe dënoi sulmin amerikan. Gjithashtu edhe përfaqësuesi i Rusisë në OKB Nebenzia gjithashtu deklaroi këtë gjë që përveç që Shtetet Bashkuara të Amerikës goditën në reputacionin e tyre, por edhe do krijojnë precedente dhe për veprime shumë të rrezikshme që do të synonin paqen e gjithë rajonit të lindjes së mesme dhe gjetk. Pra, nga ana geopolitike dhe them diplomatike, qartë që Rusia nuk mund të merrte dhe nuk mund të mbante një qëllim tjetër. Nga ana tjetër, në një konferencë shtypi të dhënë 3 ditë më përpara në forumin ekonomik ndërkombëtar në Peterburg, Putini deklaroi që nga njëra anë është Irani dhe kur e pyetën pse juve nuk e ndihmoni Iranin, ishin gazetarë të huaj nga Reuters, si mos gaboj, apo nga vendet perëndimore. Dhe ai u përgjigj, domethënë në mënyrë të qartë që Rusia nuk ka domethënë domosdoshmëri dhe detyrime ndaj Iranit për ta ndihmuar ushtarakisht. Kjo është e para. E dyta tha, neve i kemi ofruar kolegëve tanë iranianë në të kaluarën për të bashkëpunuar në ndërtimin e sistemit kundërajror iranian. Kuptohet, duke shitur domethënë le të themi sisteme të ndryshme kundërajrore. Dhe Irani ka refuzuar. Pra, domethënë në këtë drejtim neve nuk kemi tradhuar askënd. Nga ana tjetër tha, neve kemi në Izrael, tha, Izraeli është për neve një shtet jo do si do. Izraeli ka një popullat ku një pjesë e madhe e popullatës atje është rusfolse dhe një pjesë e madhe e kësaj popullate rusfolse janë akoma qytetarë të Rusisë në shtetësi të dyfisht. Pra, neve nuk mund të, domethënë la të kuptoj që nuk mund të godisim qytetarët tanë. Pra, është shumë e vështirë dhe mendoj biles ka të ngjarë që e pamundur që Rusia të ndihmojë ushtarakisht Izraelin. Nga ana tjetër varet edhe nga se ka ca le të themi situata të çuditshme që kanë ndalë në pak gjatë luftës